Në kuadër të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që po mbahen këtë të diel në Shqipëri, procesi votimit është zhvilluar me sukses edhe në institucionet e vuajtjes së dënimit. Në burgun e Drenovës është ngritur një qendër e posaçme votimi. Sipas vendimit të KQZ, në lista me të drejtë vote janë 220 persona. Orari ka filluar që në mëngjes, ditën e sotme në ora 7:30. Për të ecur procesi ka ecur shumë mirë. Shokët na kanë mirë kuptuar dhe falenderojmë këta shokët e policisë që janë shumë korrekt. Votuesi janë 221 dhe deri tani ka votuar 253 votues. Ndërkohë, për herë të parë do të votojnë edhe nga burgu i grave në Pojsk. Janë gjithsej 36 gra me të drejtë vote, ndërsa ende nuk është ngritur një qendër e posaçme, por votueset janë shoqëruar nga forcat e policisë në qendrën më të afërt në Piskupat. Po ashtu edhe në burgun e Fushkrujës votojnë 282 të burgosur dhe të paraburgosur. Në total në këtë burg janë 338 individ. Pjesa që nuk voton përjashtohet për shkak të veprave penale për të cilët ata akuzohen. Të rinj të cilët vuajnë dënimin e tyre në burgun e të miturve në Kavaj janë paraqitur në KZAZ 43 për të shprehur vullnetin e tyre me vot. Ata janë shoqëruar nga forcat e policisë. Janë 172 të burgosur që do të votojnë në Vlorë dhe 80 të tjerë në burgun e Bënçës në Tepelen. Nga këta 152 persona votojnë në paraburgimin e Vlorës, 20 të tjerë janë me vendim gjykate. Edhe në IEVP në vend ka nisur procesi votimit në të gjithë vendin. Të gjithë të burgosurit kanë të drejtë të votojnë për partinë dhe kandidatin.